Ministri, me gjithë respekti që mund të kem, ku e di ai se si vjet pronat Edi Rama? Ai maksimumi japi ndonjë porosi. E merr hartën Edi Rama, harta e madhe aty, vë gishtin e thot këtë do t'i japi këtij, të tjetrën këtij tjetrit, të tjetrën mikut, oligarkut, shokut. Ai zbaton. Ai nuk mund t'japi llogari për grabitin e pronave në Shqipëri. Po fryn një herë e re. Është kundër jush, kundër vjedhjeve tuaja. Ju bëni sikur s'ka ndodhur asgjë. Ju bëni sikur nuk ka aty me mira, qytetarë shqiptarë të rinj dhe të reja. Kundër jush, kundër vjedhjeve, kundër mashtrimit, kundër dhunës. Kanë dalë kundër jush, ju injoroni. Se e kuptoj kur ishin pak atje në rjoll, i dhunuat, i përbuzët, i dërguat policin private. Policia shtetisht aty bënte se irë, me shkopa gome. Dhe ju injoruat. Nuk e kishit parashikuar, se ju në këto 35 vjet e keni mbyllur me njëri tjetrin. Nuk e pristit, kush janë këta që kanë dalë? Kush i ka futur këta? S'ka mundësi. Si guxon e vjen këtu për dëshira? Dëshirat e tua po janë plotësuar. Po, se more pushtet, para, prona pafund. Ti të gjithë ju në këto 35 vjet vjen na flet për dëshira. Ti do plotësosh dëshirat. Mbajti u mundove bëre ligjin pika 1, pika 2, pika 3 për plotësuar dëshirat e qytetarëve. S'na barkun tani, se s'ka lezet. Nuk ka lezet. Ky është një ligj korruptiv për të vjedhur pronat e qytetarëve. Pasi u mohuat të drejtën e pronës se nuk u dha certifikatat, tani po bëni ligje për t'u rrëmbyer. Kjo ka ndodhur. Në rjoll kjo ka ndodhur. 35 vjetësh kretët. Doni një certifikat pronësie. Kjo ju vajtën në theth. Prishët gjithçka për të hapur, për të krijuar hapësira për projektet tuaja, për pronat tuaja. Sa vila ke zoti ministër? Na e thuaj pak. Sa vila ke? Sa prona ke? Por të vërtetë ato jo ato që ke në letra, se ti kujdesesh shumë, si shumë të tjerë. Sa ke ti se dëshirat e tua i plotësove? Dhe vinë gënjen këtu njerëzit. Kanë dalë në shesh. Unë e kuptoj që ju nuk dini, nuk e kuptoni.